E në rast se fitojmë duke uruar fitoren mes Ukrainës dhe Suedis, këtë do donit ju të shikonit për bazë Shqipërisë? Si e shikoni këtë duel? Unë mendoj që, si pas opinionit tim, Suedia është nga ekipet më të dopta suedeze. Jo të dopta, pra kjo Suedia më pak e fortë se sa të gjitha herët që kemi luajtur me Suedinë dhe e mendoj që nëse Suedia e kalon Ukrainën, ndoshta mund të ishte kjo. Ukraina më duket shumë agresiv për neve. Okej, ndërkohë një koment do doja në fakt edhe për kombëtarin e Kosovës. Gjithë trurinë si e keni parë, është surprizë që kombëtari i Kosovës vjen deri në këtë moment, nivelin e vet dhe kundërshtari Slovakia. Parë në letër na është dukur pak më i thjeshtë, paktën nga një sy jashtëm, ju si e shikoni? E para Kosova është në pozicionin e saj natyral për nivelin e lojtarëve që kanë organik. E vërtetë. Por fakti që sapo është krijuar për disa vitesh si federate dhe detyrimisht që do plotësoj dhe ajo bashkëllokun e viteve të shkuara. Pra kujtoj që Kosova për herë të parë në Nations League u aktivizua në Ligën D, ku doli e para dhe pastaj filloi gjithë aktivitetin e saj duke u njohur në arenën ndërkombëtare, në arenën europiane të futbollit. Që përpara disa vitesh ndoshta kishte shumë skeptik për Kosovën, sot është realitet dhe do thoya që kam dhe për Kosovën kam shumë besim që nuk është Slovakia ekipi lehtë, por besoj tek aftësitë e Kosovës. Mirë, ndërkohë kombëtari shqiptar ka mësuar kundërshtarët e saj sa i përket edicionit të ri të Nations League, të pozicionuar në Ligën C, Kuqezin, bën pjesë në grupin C1 ku do të kenë Bielorusin, Finlandën dhe San Marinon. Short me fat apo short pa fat? Para shorti është një. Mendoj që ne jemi kokë grupi në edhe në shortit dhe jemi renditur si C1. Pra do të thotë që neve jemi ekipi për të mundur në këtë Nations League, në këtë Ligë C të Nations League-s dhe specifika vetme është çfarë vjen nëse do zësh vendin e parë në Ligën C të Nations League-s për sezonin që do vi. Kemi shansa që të dalim të parët? Po besoj që i kemi shanset, ndoshta do të garojmë me Finlandën, po besoj që i kemi shanset, por gjithsesi mendoj që nga ky pozicion mund të shkojmë edhe këtu në raundin e parë play-off për fazën finale të Kampionatit Evropian të 2028. Kështu që është një gjë pozitive, ndërsa kemi zbritur nga Liga B në Ligën C. Nëse do ishim në Ligën B, do ishte shumë më vështirë. Do ishte dështim një rikthim pas? Jo, them, nëse do vazhdonim të ishim në Ligën B, do ta kishim të vështirë vendin e parë, pavarësisht se edhe në rastin e sezonit shkuar neve pothuajse e ndam në ndeshjen e fundit. Pra dy ekipet u renditën me 2 pikë më shumë se dy ekipet e rendituara më poshtë, por gjithsesi mendoj që në Ligën C kemi më të thjeshtë për të dalë parë dhe për të filluar pastaj procesin e raundeve play-off që sapo shpjeguam për kampionatin botror. Mirë, ka pak më shumë kohë, në shtator-tetor nëse unë gabohen janë edhe këto ndeshje, kështu që na duhet të presim teksa fokusi më i madh do të jetë tek pranvera, tek sfidat e marsit. Për herë të parë kjo Nations League do të luhen 4 ndeshje në 12 ditë, që është kjo një le të themi rregullore e re për sa i përket. Pra 4 ndeshje brenda 12 ditëve deri në sot jemi mësuar që të luajmë në një dritare me 2 ndeshje. Tash këto do të jetë me 4 ndeshje brenda, do të jetë shumë intensive, do të krijohet plotësisht frymën e grupit të një ekipi, në ekipin kombëtar, sepse ekipi kombëtar ka specifik tjetër. Absolutisht po. Mirë, të shpresojmë që të shkëlqejnë djemtan edhe në këtë kompeticion.